Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet janë vetëm për Allahun krijuesin e gjithësisë dhe salavatet mbi Muhammedin alayhis salam në ditën e bekuar të xumas së datës 14 nëntor 2025 apo 23 Xumadel Ula 1447 Hijri. Doli i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ditën e Bajramit për ta falë namazin dhe në rrugë pa disa fëmijë duke luajtur. Pak më larg tyre ai vrejti një fëmijë të vetmuar i cili po qante. I u afrua Muhamedi alayhis salam dhe e pa atë fëmijë me tesha të vjetra dhe të grisura. Dhe e pyeti: "Përse po qan? Kurse fëmijët edhe shokët tu janë duke luajtur?" Fëmia, duke mos e njohur se kush ishte, ju përgjigj: "O njeri, më le rahat. Babai më ka vdekur në luftë, kurse nëna është martuar për një burr tjetër. Dhe atë pak pasuri që më ka lënë babai, më ka marrë tani ky burri. Dhe as nuk kam se ç'të ha, as nuk kam se ç'të pi, as nuk kam se ç'të vesh, madje nuk kam as shtëpi se ku ta fus kokën. Shokët e mi po luajnë të gëzuar, kurse mua më ka kapluar trishtimi, prandaj si të mos qaj." I dërguari alayhis salam ja vuri dorën në krah dhe i tha: "A do të ishe i kënaqur që unë të bëhem babai yt, Fatimia motra yte, Aliu axha yt, kurse Hasani dhe Hyseini të bëhen vëllezërit e tu?" Atëherë fëmia e kuptoi se burri përballë tij ishte pejgamberi alayhis salam. Prandaj ju përgjigj: "E kush nuk do ta pranonte një gjë të tillë, o i dërguari i Allahut?" Kështu Muhamedi alayhis salam e çoi atë në shtëpinë e tij, e veshi me tesha të reja, e ushqeu dhe e gëzoi. I lumtur, fëmia u turr drejt shokëve të tij dhe filloi të luante me ta. Disa e pyetën: "A nuk ishe ti ai që deri pak parë ishe duke qarë? Ç'është ajo që të bëri kaq të lumtur?" Ai i tha: "Isha i uritur dhe tash jam i ngopur. Isha i etur dhe tani e kam shuar etjen. Isha me tesha të vjetra dhe tani jam me tesha të reja. Isha jetim dhe që nga tani për mua do të kujdeset i dërguari i Zotit. Fatimia do të jetë motra ime. Aliu axha im, kurse Hasani dhe Huseini vëllezërit e mi. E si të mos ndihemi lumtur?" Vëllezër dhe motra, Allahu subhanahu wa taala dikuj i jep djem, kurse dikuj i jep vajza. Dikuj edhe djem edhe vajza, por dikë e le fare pa evlad, fare pa fëmijë. Pa pikë dyshimit, a është kjo shkak që njeriu të dëshpërohet? Sigurisht se jo. Atëherë i këshilloj nga zemra njerëzit e tillë, të cilët Allahu i ka sprovuar dhe nuk i ka dhënë evlad, të cilët të shohin andej këndej në shoqërinë ku jetojnë, helbet mos ka diku ndonjë jetim. Ta marrin edhe ta rrisin atë, sepse na ka këshilluar Muhamedi alayhis salam duke thënë se unë dhe kujdestari i jetimit do të jemi në xhenet sikur këta dy gishta. Emocionalisht kjo kuptohet, nuk është fare e lehtë, por me që nuk mund të ndryshojmë asgjë nga situata që na ka goditur, atëherë pse të mos drejtohemi në rrugën drejt kënaqësisë së Allahut subhanahu wa taala, i cili pas ka përgatitur xhenetin për kujdestarët e jetimave. Allahun e lutim që të na begatoj me fëmijë të hajrit, të rrisim ata dhe të edukojmë ata sa më mirë, por nëse madhëria e tij ka vendosur që të na privojë nga ta, e lutim atë te bareke ve teala që të na drejtoj drejt jetimave nëse ka në shoqërinë tonë. Allahu xhaleshanuhu i pranoft të gjitha llojit e ibadeteve që i bëjmë sot në këtë ditë të bekuar të xumaz, dhe pa asnjë dyshim ju përshëndesim nga vendi më i mirë në tokë, siç e ka cilësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nga Mekka e bekuar deri në perlën e xumas së radhës. Allahu ju mbrojt e ju pas në mbikëqyrjen e tij. Esselamu alaikum rahmetullahi ve berekatuhu.